Ke pasur problemin e komunikimit me pjesën tjetër, me kanal. Edhe pastaj u bë pak më vonë, u bë një kanal goxha i madh, besoj është bërë nga viti 2018-2019, diçka kështu. Ka qenë ndërhyrja juaj si specialist? Ndërhyrjet gjithmonë bëhen të kujdesshme dhe duhet në rezultati një diskutimi në nivel ekspertize të lartë, dhe këto është bën disa herë, dhe gjithmonë komunikimi i trupave ujor lagunor me detin është jetik për lagunën. Aty është një mozaik i madh të habitateve lagunore, pra me bregoret, me knetën, me trupin ujor, me kalamishtët që janë afër, me grupderdhen e lumit që tjerë, është në habitatet me një mozaik, jenë në zona tranzite midis detit dhe tokës. Dhe kanë edhe cilësitë midis detar dhe ato tokës. Pra ne njihen si më produktive të botës gjallë, dhe krahasu me çdo mjedis tjetër, këto mbajnë unë e quaj produkt biologjik si florën, si faunën, pra aftësia për të prodhuar dhe për të mbajtur këtë biodiversitet në tërësi.